fitimi i një mandati të tillë do të ishte shumë me rëndësi edhe shumë i suksesshëm që Kosova t'i kalojë gjitha krizat me Serbinë. Edhe marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe mënyra si ajo e ka prezantuar Kosovën ka qenë shumë profesionale, shumë e ngritur, shumë e aftë. Edhe por Miku nuk flen zoti Dilber. Ata e ditën ku mundën me godit Kosovën më shumë. Edhe Albin ku që këtu Serbia nuk ka problem tjetër që 5 vjet nuk sa gjë tjetër veç duhet të hiqet Albin Kurti. Ajo është pengesa për ta. Ditën atë punojnë. Si me do pësu Albin Kurtin? Me ja hjek Vjosa Osmanin. Dhe këtu e ka rolin edhe unë nuk du me thonë se unë nuk kam fjalë këqija për zotin Vjosa Osmani, përveç që kohëve të fundit me paraqitet e saj më ka dëshpëruar, ta them drejtën. Ka deklaratat e fundit kanë qenë shumë të papjekuna, jo profesionale, praktikisht ka dalë një Vjos tjetër, cilën unë përpara kom idealizu, por tash nuk mundem për shkak të paraqitjeve të saja. Jam shumë i befasuar, pse ka pas ajo nevojë me dalë me fol për të kaluarën, kur ajo ka pas 5 vjet shumë sukses me 5 vjet historike. E ti po gjun balt, mundohesh me fajsu Kurtin, po ti po e fajson edhe veten, sepse nëse Kurti ka punu keq për 5 vite edhe ti ke punu keq. Po du me thonë, ajo boni një gabim shumë të madh. Prandaj tash ka ardhur situata që nuk e di sa është e mundur që bashkëpunojnë edhe pse në politikë gjithçka është e mundur, zoti Dilber, por unë nuk e di sa është e mundur që të vazhdohet një kombinim me zotin Kurti si kryeministër, zotin Osmani si presidente. Unë s'moj me thonë asgjë, nëse ka hapësinë prap, do të ishte një zgjedhje shumë e mirë, ose kryeministri Kurti duhet ta gjejë një personalitet. Unë mendoj se më mirë është femën, sepse Bençin Saj si kryeministër, një presidente femër e ngritur, që din gjuhët e huaja, që ka paraqitje, të shkruaj punë mas miri. Edhe që është nuk i takon partive. Tash, të shohim që shkojnë punë për këtë punë, por megjithatë më e lehtë është tashti se mundet me kriju qeverisjen, sepse ishim me të kuvendi, s'po bën kjo, tash ajo s'po ku eliminohet, edhe mbetet vicepresidentja. Edhe të shohim kush po e bllokon prapë Kosovën. Unë besoj që kësaj radhe s'kanë me guxu mi bë, sepse do të kalonin amnestinë ndaj Kosovës. Nëse opozita e bllokon prapë, nëse Kurti ja jep mundësinë, sikur ja dha herën e fundit, por me kohë, jo ditën e fundit, jo një ditë para se me kalu afati, ose 2 orë para se me kalu afati i zgjedhjes. Por, unë mendoj sa më parë, zoti Kurti do të del me propozim, ose t'ju thot, sikur ju tha herën e fundit, partive, më jepni 3 emra, po amvarëm, jo të partive. Po amvarëm, sepse ata duhet me kuptu partit. Sikur që ata po dëshirojnë që Kurti mos të ketë pushtet edhe mi presidencën, edhe Kurti dëshiron që mos ta ketë një presidente e cila kundërshton. Nuk është fair, sepse presidentja edhe kryeministri duhet bashkëpunojnë. Nuk mundën opozita është e pa, ta bojnë një opozitarizëm ndaj Kurtit, edhe tash shpresojnë që me bin Kurtin me bëni presidente që kundërshton ato çdo hap. Ato çka po i vijnë qeverisja atine, nëse presidenti ja kundërshton çdo hap. Prandaj na duhet një presidente pavarur. Edhe Kurti duhet ta kuptojë se s'bën me qenë vetëvendosjes, por edhe opozita duhet ta kuptojë që nuk bën me qenë i partive tyre, por duhet me qenë i pavarur, i aftë dhe përfaqësues, prezantues që e don populli. Kjo është zgjedhja. Tash, a do të bëhet kjo zgjedhje, varet prej atyne. Unë shpresoj që do të bëhet edhe për disa arsye tjera. Sepse qëndrimet e opozitës, bllokadat e tyne të parlamentit, bllokimi i votimit, gjitha këto janë të inspiruar edhe besa deri të kontrolluar edhe drejtuar nga disa individ që kanë pas fuqi, siç është ish ambasadori Grenell, edhe Edi Rama ka influencë shumë në opozitën e Kosovës, sepse për do kënë mashtron se ka, jo tha që jo është bëri mirë, do është hero, do të mishliru, mendojnë se ata dhe le kritikon. Vetë kanë diku që tha që të shkon bërë, vetë.
Se për gjykatën e Hagës ka presionin më të madh Kosova ka pas nga vet Edi Rama që të krijohet ajo gjykatë. Ajo gjykatë që ish presidentin Thaçi në Hagë. Ky vetë ka qenë në Hagë, Thaçin edhe del tash me deklarata, Thaçi është heroj kështu, edhe i mashtron këta të PDK-s me ato fjalë. Edhe këta të LDK-s edhe vjosën deri dikon se ta brenda se ishte edhe në marshim këtej pastaj në kryet listës të LDK-s. Po që është deli të shumta. Pikërisht zoti Balla. Tash, pse delni presidente në marshim kundër një gjykate të shtetit vet? Ç'është mundet me dalë një marshim tillë? Edhe me kush, me tipat si Ali Ahmeti e tjerë, në cilët nuk konsiderohen që janë në vijen e kombëtare atë shumë. Pastaj takimi me Grenell ato, ajo ka mujt edhe me Ramen ato, po shiheshin disa boseshje të prume, do që ndrime të prume të sajnë, qysh atë në fillim. Edhe ato kanë diku që të ftofen marrëdhëniet. Prandaj unë mendoj se me ramjen e Edi Ramës, ose edhe nëse s'bjen Edi Rama, është dopsu. Unë mendoj se ai nuk mundet mu konsideru si një kryeministër i fuqishëm i Shqipërisë ma shumë, ma gjatë. Ai e ka humbë atë fuqinë e vet. Ai mundet me nejt, do shta në kushtet me zër, por populli i Shqipërisë o ka thëtë që nuk e du në Edi Ramën. Kështu që, Edi Rama është i dopsu. Grenelli s'ka kërkun një herë që tash forcë të madhe, edhe s'ka me pas, nuk mundet me mashtru opozitën me i bim që të vazhdojnë me blokada. Edhe tash, me dopsinë e këtyre dy, mendoj se opozita, edhe votat e popullit, edhe qëndrimi i popullit, edhe i mërgatës, ndoshta e bind opozitën si ata nuk kanë ardhmëni me vazhdu me bojkotime, edhe do ta kemi një zgjedhje presidentës, zgjedhje qeverisë sa më parë dhe të Kosova fillohet për smarrje të ecë përpara, pastaj edhe Shqipëria, edhe ta bëjmë një bashkim kombëtar burri fort. Fjala juaj në vesh të